mësimore, zënje e bazës së nisjes dhe organizimi i luftimit. Në fillim, komandanti i skuadrës rifreskon disa element teknik të cilat efektivi ka përpunuar në mësimet e mëparshme. Me gjuhështar të veçantë disa veprime i kryen me mungesa, komandanti mbledh skuadrën dhe sqaron për gabimet e bëra. Tani shikoni veprimin e gabuar në mbajtjen e armës gjatë lëvizjes në transhe. Arma është mbajtur poshtë dhe këmba e majt përpara. Arma duhet mbajtur në këndin rreth 45 gradë, jo poshtë dhe as lart. Duke mbajtur armën poshtë, dëmtohet shoku ose ngulet në dhe, ndërsa duke mbajtur lart, dëmtohet vetë ushtari. Në transhe lëvizja duhet bëhet në anën e majtë të saj. Gjatë lëvizjes në kthesat e transheve, hapi i fundit të bëhet me këmbën e kundërt nga do të bëhet kthesa. Kthesa është në krahun e majtë. Hapi i fundit hidhet me këmbën e djathtë. Me që ushtarët e kanë kuptuar drejt dhe nuk kanë vërejtje, me shpejtësi komandanti tregon praktikisht si duhet vepruar deri në zyrën e pozicionit të zjarrit. Gradohet shinjestra, hiqet siguresa, mbushet arma dhe me shpejtësi dilet në pozicionin e zjarrit. Shikoni dhe njerë dhe pastaj ta bëjmë së bashku. Efektivi skuadrës përpunon e përsërit disa herë lëvizjen në transhe dhe zënën e pozicioneve derisa veprimit kryhet mirë dhe të realizohet norma. Baza e nisjes është ajo pjesë e terrenit e përshtatur nga ana gjenjere dhe i shërben skuadrës për fillimin e veprimeve luftarake mësuemse. Realizimi i përpikt i detyrave kërkon mobilizim dhe disiplinë të lartë. Për të rritur më tej mobilizimin e efektivit për kryerjen e veprimeve me gjallëri, shpejtësi e dinamizëm, komandanti bën një konkluzion të shkurtër dhe dallon ushtarët që kanë vepruar më mirë. Disiplina e ekur dhe ndërgjegjshme është rregull numër 1 në ushtrinë popullore. Komandanti në qendrën e zjarrit i vë detyrën armës roje. Organizon vërojtimin. Me qëllim që të aktivizohet i gjithë efektivi, mblidhet skuadra, caktohet një ushtar në rol të vrojtuesit, të cilit i vihet detyra. Gjatë vënies së detyrës i tregon vendin e vrojtimit, orientuesin, të dhëna mbi armikun, sektorin e vrojtimit, mënyrën e raportimit dhe vendodhjen e komandantit. Komandanti bën përpjekje që ushtarët të kuptojnë sa më mirë duke kombinuar drejt tregimin me kontrollin praktik. Pasi bindet se detyra është kuptuar, shpërndan skuadrën në përvende, i jep sinjale për veprimin e imituesave. Të gjithë ushtarët në rol të vrojtuesit vrojtojnë dhe raportojnë mbi objektet që zbulojnë në fushën e luftimit. Komandanti bën organizimin e zjarrit për thyrjen e sulmit të mundshëm të armikut. Kalon me radhë nga një pozicion në tjetrin, duke i treguar çdo ushtari orientuesat të dhënat mbi armikun dhe sektorin e qitjes.
komandanti i skuadrës organizon kryerjen e punimeve për përmirësimin e bazës së nisjes. Tregon praktikisht radhën e punës për përgatitjen e pozicionit të zjarrit në bazën e nisjes. Ushtarët zënë pozicionet e zjarrit dhe të udhëhequr nga shembulli i komandantit të skuadrës kryejnë punimet për përmirësimin e bazës së nisjes.